Përshëndetje për krejt shikues edhe zë mikrofonit. Faleminderit krejtve që po na ndeshni vazhdimisht. Me mu sonte, një shok jam, kolegi jam i ka më shumë që kena punu kohë kohë moti, për momentin një ndër emrat më të përfolur në shqiptari, me mu sonte Lavino Trexha. Mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, është kënaqësia dhe privilegji im. Faleminderit shumë. Laps si ke kalu këtë ditë? Po, pe marrë vetën dalga dal. Çfarë po mësh me menaxhu kohën, që po mësh me menaxhu kohën, çfarë di që ke shumë kërkesa, shumë telefonata, shumë mesazhe, gjithashtu edhe të e pos parasysh që je shumë aktual me lajme, me e di që s'lën rahat tash. Po, me ndihmën e Zotit edhe me ndihmën e familjes, posaçërisht bashkëshortës time, menaxherët që e kam rreth meje, shokët e mirë që e kam, falni, edhe deri më tani mirë është u shku, po me të vërtet i përgëzoj gjithë ata edhe i përkulem Zotit, patjetër, po me të vërtet e meritojnë një përkulje, një respekt të madh gjithë ata që kanë qenë në kësi lloj formati, sepse me të vërtet është shumë e zorshme. Po, kur dole në fillim, ç'është duk? Kur hyra apo kur dole ja prej bigut që dole? Po Zotë më duk si e di që me telefon e keni problemin e parë. Jo, nuk disha me punu me telefon. Po. Interesant, nuk disha, i thash djalit, apo më tregon, sepse ndoshta për dikon që po na dëgjon, që po na shikon, thot çka po flet ky, po me të vërtet i kisha harru edhe pulla telefonit, domethënë gjitha këto. Unë ka ndodhur me tonë një disa një dhosha telefoni zdike me përdor. Kodin kisha harru. Tani bëj shamen, pritash, ta vesi 0208 ditëlindjen edhe udhëz. Mos e kam të kodin. Me cilin banore ke vazhdu raportin shoqëni mas daljes? E para punës unë kam dëshirë dhe i kisha lutë të gjithë dhe i bëja apel që asnjë mos thotë që kur nuk do të takohemi apo kura nuk bën të thojmë kur. Për mu kanë qenë gjithë të mirë, unë kam shumë respekt prej të parit deri prej banorit parë cilin e kam takuar Linda Rej, edhe banorin e parë. Linda ka qenë e para që ke takua? Po, ajo ka dalë qatë ditë kur kam hyrë unë. Okay. Do thot prej personit parë që kam takuar deri në personin e fundit, unë kam respekt dhe nuk kam asnjë fjalë të keqe për ata. Loja mbetet lojë dhe jeta vazhdon jashtë, edhe karriera vazhdon jashtë. Ata për mua janë njerëz shumë më të mirë, edhe besoni që më mungojnë shumë. Lop, para se më kthy te muzika, se kushtimisht patjetër do të më të pyet për Big se që aty ke qenë kohë aktiv. Kur ke dol jashtë, cili element ose fjalë ose diçka të ka pengu kur ke dol që ke thonë pse ku mbu, që s'kishe dosh me po. Se normal aty që ke qenë izolum disa ditë edhe aktiv. Po, super aktiv. Sigurisht kam domethënë javën e fundit që më ka pengu nga vetja, kam vit me qenë pak më domethënë jo me shumë brutalitet, intenziv, me qenë agresiv do thot. A mendon që ka qenë pasojë e izolimit? Po patjetër, edhe tani dëgjoj kur është finale gjithë, sepse ata për ditës parë e kam pa që unë kam një karrierë edhe kohë gjatë, edhe kam pa që gjithë më kanë pa mu që jam finale, të gjithë, edhe jashtë, edhe tash peshoj edhe komente. Ta gjithë edhe besa disa më kanë pa edhe fitore që i fitoj. Edhe ata i ka çmos kanë bo bashkarisht me më largu, sepse po të kisha shku në finale, sigurisht që e kam meritu, sigurisht, sepse unë për mu Klodi dhe i Gerta, me plot respektin që më mendoj që janë njës kulturës, po flasëm veç për lojë, normal. Por nuk e kanë meritu në finale. Besa nuk e kanë meritu as 2 javë, 3 javë. Aq mendoj unë, sepse aq. A ke taku prej finalistëve dikon? Po, me kontaktu, me taku s'kom pas ko unë. Me kontaktu po? Po, me kontaktu patjetër, domethënë i pare Ludo, sepse ka një Ludo në më herët. Të tjerët jo, sepse nuk e di. Aja ke uru lëndrimi fitoren? Me qenë se unë muj me thonë që shkaktari për pozitivitet që e ka fitu lëndrimin do shta jam unë. Me bombat të cilët i kam hedh për produksionin, sepse unë ju them sinqerisht, sepse ajo fitore ka qenë e programuar për Elionën, e programuar nga produksioni, mos mirëm me atë punë, sepse ato e din ata, e din edhe publiku, po me bomba që janë hedhur lajmet të vërteta dhe fuqishme që i kemi ende, 100 video fakte, edhe ato i majmë në arkiv,
nëse na nevojitet do një realizojmë. Edhe domethënë me atë edhe produksioni nuk ka dashur me qenë çesharak ndaj publiku, ndaj masës, edhe sigurisht duke friguar licencën mos ta hupin, edhe e kanë lënë domethënë lëndrimin. Po. Okej. Mirë shumë. Po lëndrimi me të vërtet ka qenë një lojtar. Po, patjetër ka qenë pëlqym. Deri diku jo 100% aktiv, po unë mendoj që ka qenë lojtar i mirë. Po. Sigurisht që kam pas shef ludo me fitu. Po, a? Patjetër. Rregull. Labo në sonte patjetër që do të më të pyeta rreth Bigut, por më shumë të kom ftu për me kënu, se i këngëtar shumë i mirë. Faleminderit. Edhe të kom dëgjuar dhe mrena kur ke këndu bile një rast ke kënu një këngë në borë, më duket fësoni me pika ke pas kënu. Po. Edhe më ke dorë rastisht. Për ndryshe Labi është këngëtar shumë i mirë, e din krejt. Edhe sonte më intereson më shumë çfarë po kënojmë. Edhe dosha me i tregu të gjithëve sepse më kanë bërë shumë anti-reklam brenda me çështjen domethënë me atë fëmijë që s'kam lidhje unë me çështje të gjitha lloj çështje jo kimi u darsmës, duhet me kuptu njerëzit sepse filmi kur bëhet një film nuk ka gjithë pozitivitet që luajnë. Dikush luan negativ, dikush luan pozitivitet, dikush luan rolet. Edhe tash nëse nuk kish pas këto gjitha rolet të ndryshme, brenda nuk kish pas dinamik, nuk kish pas lojë, nuk kish pas krijimi debateve, bashkëbisedim, nuk kish pas, po ne me qenë se edhe po dëgjoj do lajme që Labinotit ju kanë brëmje darsmë vallai unë s'pe baj më sa brëmje kam. Që i kërkuam se kena takuar dhe kena folur. Premte shtunë ditën jam i zonur verës bit 50 darsë, pa unë nuk e di punë ma shumë mo, nuk e di kush ka. Domethënë ka ndiku Bigu në Jo, unë i them që ka ndiku shumë pozitivitet se me të vërtet po bëj fasona, aeroplan, nuk e di ku me dal, foto, domethënë ka dhe gjëra të bukura. Patjetër, domethënë nuk ka vetëm gjëra të këqija, ka gjëra shumë të mira, kena marr popularitet që as unë jam befasu, domethënë kur kam shku aeroport, Masha Zoti kam kërku, i thash grujës Bjerman do një kapush, do syza diçka, se qaç fotografi, qaç dashamir që atë kanë bo me ile, është kjo. Por, ju them, gjithë ata që kanë qenë në Big, Labinotit, ju kanë shtu shumë bromjet, i falenderoj shumë Zotin, kam, mashallah, edhe që bodh janë mundu, por apet unë i du shumë, ja uroj çdo kujt. Bravo, shumë. Po ca që kushtrimi që është një këngëtar shumë i mirë, një djalë shumë i mirë, edhe një djalë cili është artikulum shumë mirë, unë nuk e di që të them më shumë sepse unë nuk kam asgjë të keqe për post lojë që kemi bo, loja aty dhe mbetet aty. Unë mendoj që lojat krejt që keni post do të më mbet brenda dhe jashtë do të më vazhdu sa të mëni me përkroni një tjetrin për ndryshe secili ka punën e vet. Një fjalë e mirë është më mirë. Po, patjetër. Çfarë po kënaqë Lap? Hajde po kënaqëm një këngë. Dashnis një diçka? Hajde. Dashnis? Okej, shkojmë. Okej, shkojmë këto. La. Se çmu do t'kjo zemër shkreta këtu shokët e mi në erë si më kaloj jeta jo shokët e mi qaj moj zemër mos pusho digju shpirti se ditën atë po tretëm vaj s'ka njeri jo adhit ma qaj jo zemër mos pusho digju shpirti se ditën atë po tretëm vaj s'ka njeri jo adhit ma qaj jo zemër digju zemër ka marru malli për nënën time ju o shokët e mi se m'ka rrit me shumë mundime veç ta shoh me sy qajoj zemër mos pusho digju shpirtim se ditën atë po tretëm vaj s'ka njeri jo adhit ma qaj jo zemër mos pusho digju shpirtim se ditën atë po tretët vaj s'ka njeri jo adhit ma
qaj, qaj o zemëro, di gju zemëro. Bravo, Lap. Këndova këto për nënën sepse më ka mungu shumë nëna ime brenda derisa kam qenë. Shumë, kur them shumë, diçka shumë, po ja pra nuk po më plotësu dëshira që të vinë me më vizitu. Edhe nëna... A s'ka pranua ajo, a kanë kontaktuar? Jo, ajo ka pranuar, po nuk kanë produksionin, do thotë. Produksionin vorë kanë po, edhe me të vërtet më ka mungu shumë. A ke kërku ti me po? Patjetër që kam kërku A ke kërku kështu me kamera në dhomë të rëfimeve? Dhomë rëfimeve, edhe kështu kamera ka qenë. Apo, a? Patjetër, kam thënë shpesh, po të më vjen nëna, doshta, do të më duke që kam thënë, më duke thoj sa... E nona ka dosh me të po? Patjetër, sepse mu kanë duk 85 ditë pa nën, si kur me qenë 200 vjetë, nuk e di. A 85 ditë kena gjaba? Po 85 ditë. 85 ditë... Qa ka mungu mas shumë ti? Më ka mungu sigurisht, më kanë mungu fëmit. Ali, Ibrahimi, bashortja, aty arronë edhe bashortën. Ja, për shaka. Po që si garu. Qa që i ngarkuar me dhe më thënë, i ngarkuar loj që haron gjithë shka dhe emrën, unë jam befasu, si ka mundësi mas 3 jave, t'jaroj disa emrë familjarëve, disa emrë shokëve, Aresa, do të të izolimi, gjithë ato kamera. Tash ne që shikojmë këto drita, edhe sa, do shta, nuk po them që po na pengojnë, po nëse rrim 17 orë, do më thënë, regullisht, gjitha ato drita, 100 drita, 100 gjyra të ndryshme, 103, 4 kamera, edhe presione psikik. Po du një pyetje më të abot direkte. Banori maj fort edhe maj dopti? Maj fort? Maj fort edhe maj dopti. Unë mendoj që... Përveç teje, përjashtim vetës. Toni ka qenë shumë strategi mirë. Okej. Alba ka qenë fenomenale. Edhe... Të kundërtën? Edhe Alba edhe Ludo fund me strategjin time dhe Albës dhe strategjin e vetë. Dop të Getuari ka qenë Getuari cilë djallë shumë i mirë, shumë i kulturum, a me loj s'ka bo, Glodi nuk ka bo loj, dhe më tonë vetëm gjëra dashurit shkat, nuk ka pas loj. Po, kjo është ajo, mendoj 2-3 veta që kanë qenë dop, i gjerta, nuk ka bo loj. Unë është zjas finale, unë s'po kuptoj, ajo ka qenë më pak e votuar. Pse s'ke këndu ma shumë? Shumë rrallë këmë një të kënu? Ndoshta ti ki pa, po qysh me këndu më rëbur kur vajzat nuk dreqin atë pjate nuk i lajshin. As buka, atë me dreqin kur buka. Do më një koni angazhu me punë. Me buk, me pastrim, kur e këqysh atë shpi që është... Edhe Toni më ka të regu, masi është që lobi ka qenë shumë punëtu dhe shumë i pastër. Edhe une zakonisht çdo natë se i tut na shumë kur flej natën, mos ta kem një ujë afër. Pasha Zotin rrallë erë që nuk e kom quë edhe ujë, çdo natë që isha ujë çdo kujt, domethënë aty sepse ku di une natën kena doni ngarkesa, ku di doni ankth apo diçka, edhe që ka pas disa persona që kanë pas edhe ankth mos i ceki emrin gjatë natës, domethënë që kemi fjet, dhe besa keq kanë qenë. Unë çdo herë që isha pa më thënë kërkush, edhe gjatë prajmit i afrojsha pije që nëse përmendja është që s'ki bukur gjë, po domethënë kam qenë i angazhuar shumë në kuzhinë. Sa kanë qenë minjosa ata ndaj teje për këtë kreqike bu? Minjoja se u pa fund, Klodi që s'ma las dorën. Unë nuk e di shqiptarët Kosovës cilën kanë votuar për atë, fatkeqësisht kanë gabu. Sepse nuk e ka merituar. U ka qenë mas shumë, unë apet të them që loj ka mbetë loj. Gjatë namazit, Klodi, sepse unë kam qenë regullisht me namaz aty, po, e di, dhe më thënë, kamera nuk e kanë shfaq këto, bidhet herë, dhe më thënë, unë kam respekt shumë për besimet, të gjitha besimet. Edhe vetiju kam shok shumë besimit katolik, ortodoks, ekstrem kam shok që më ftojnë për darsma, më respektojnë më shumë ti, sepse din që moralin tim e kam të pasër. Edhe kur më ftojnë në darsma, e din që unë kyqem edhe, dhe më thënë, jam vetëm i fokusum, vetëm në kongë edhe me bo atmosferë. Në më ki darsma edhe të katolik, po? Pa tjetër, dhe më thënë, shumë, jo pa Gjakovës, ka mos. Edhe ky Klodi shumë herë mu afrojke me kryqin, dhe më thënë, vetëm me ma prishë namazin. Dhe më thënë, edhe nuk e kanë shfaq ato. As janë shfaq këto, a? Nuk janë shfaq, dhe më thënë, kjo më pengon shumë. Edhe i ka pengu shumë herë që është xhami afër, që thirr ka zanit.
Më thonë edhe fund... A unë dëgju e zoni, po, ha? Pa tjetër, shumë avë. Unë i vetëmi njeri që e kam ditë orën sakt, më thonë, afërsisht, sepse me... Bas azanit, bas asaj edhe... Nuk e di, e disha orën, nuk e di, kur kom dalë jashtë, më kanë thonë, këtë ki qeni sakt me orë. Kjo më ka ardhë shumë interesant. Edhe... Klodit shumë, unë kam pas afërsi shumë me atë, po i ka pengu, dhe më thënë, kur unë shkojsha mu falë, kështë me radhë, po. Lab, di që i kënon kompatriotike i mirë. Oke, shkojmë të shkojmë. Që më ndërgjë që patriotike të kënu. Ma Evropën po të shkroj i letër. Si shqiptar mare moj, Shqipinit vjetër. Djem të mi moj, si janë me shënete. Mire dio se i kam në gyrbete. Moj Evropë moj, soj me shkina. Baj men more o troje te mia. Aj mar me do shqiptar me voter. Hapi letrat e more që i kellode. Nice, bravo. Nice apo jo nice? Shumë mirë, shumë mirë. Përves. Shumë mirë. Okej. Diçka dashnist, kum pasni të kënu këto gjezës, dikur kam pasëm të ri. O, aty që s'kena kënu, e qka s'kena maru. A i këshëm provu? Po. Shkojmë. Dikur kam pasu lupturi, me tje dashuri, unë i ereksova këtë pranver. Dikur kam pas unë lupturi, me tje dashuri, unë i ereksova këtë pranver. Le të vdes në këtë bejar, pini shok të mi. Le DJ si letra zjar, s'ka më dashuri. Le të vdes në këtë bejar, pini shok të mi. Le DJ si letra zjar, s'ka më dashuri. Erdhe një vesht që se kam desht, erdhe një qi si sui, me një fjale u dam ma nuk pam. Erdhe një vesht që se kam desht, erdhe një si sui, me një fjale u dam e ma su pam. Le të vdes në këtë bejar, pini shok të mi. Le të vdes si letra zjar, s'ka më dashuri. Lap shumë mirë, bravo. A i të përgatit, qa kemi për lobit për projekte të reja, ki të përgatit në i konga, në i dueta. Sa po ka dalur, edhe që ka dalë bomba që është Ramazan, po tash nuk varet kur gjo prej me. A kanë kritiku, sa i përket që se konga, se i kom po disa komente që të kanë shku, pse ke qitë këtë kongë Ramazan? Pa tjetër, po tani, unë nuk jam më për me folë, sepse as minister, as drejtor s'jam, bëllë kom folë në pikë, tash vetëm këndoj. Edhe menaxherët e mi, dhe më thënë ata që... Dhe më thënë ata e kanë vendos datën. E kanë vendos dhe mja bukur ka hec, sigurisht që ka hec edhe më shumë që kemi mendu, edhe është tu... Qa pritet bilopi tash? Po, jemi projekte tjera, më thënë... A ki bashkëpunime a vetë? Ma mirë vetë, sepse nuk mendoj që bashkëpunimi... është i mirë, po unë mendoj që ma mirë do të shfaqim gjithmonë vetë, sepse me tjertë, tani bjen që a im ka ndimu në karierën time. Unë gjithmonë kam ec vetë. Më thënë, jam mundu. Sigurisht që kam shumë bashkëpunime, me Bjarqe Amilin, me Eli Malaj, me gjithë, më thënë, nuk e di sa këngëtar kam bo, me Stresin, me gjithë, por më duke që vetja, kur kam bo këngë vetë, më duke që ka ecur më mirë, edhe ato shikushmeri që ka pas, edhe që kanë dëgju, mu ka duk më mirë. Qo më rriq, s'kena qore pa e kënu? Po mërë, pa tjetër. Se e di që e kënë në mirë, dhe kësha pas që me bo. Ku e kënë? Pa tjetër. Okej, shkojmë në la. Tani vazhdojmë. Qo më rrej, qo diri të lëlo mo,
Qa more re, qa djallo, qa ma I miro I nanës, se s'ka nona tjetër, qa more, qa djallo, qa ma I miri nanës, se s'ka nona tjetër, Qysh ma byte reqër s'kelima Qa ure qa djallo Qa so koloj nanës Se s'ka nona tjetër Qa ure qa djallo Qa so koloj nanës Se s'ka nona tjetër O mërë krushi tani pini Nesëre që dhe t'mastini Qore që më djallo O që së koloj nanës Se s'ka nona tjetër djallo Qa sa koloj nanës Se s'ka nona tjetër Wow, e kemi qëta, baba. Faleminderit shumë. Shumë. Ta shvazhdojmë edhe tutje, po jo. Po, edhe këngë vjetra di që Pa tjetër, hajde. Hajde një këngë vjetër që ne shumë kënu. Ajme e pëllë një hash, hajde, mirë. Okej. Në pita Kosova Për ali qike Vec moralino Me jadite O pisin burra Larga kuvenit Sota e azemit O pysir burat Largo kuvenit Ku sota e azemit Nice. Përqen? Shumë. Bravo. Kjo është Një balad, dashni diçka? dashnis? Po. Pa tjetër, se pa dashni nuk ka S'ka jetë. Nuk ka jetë, apo jo? Zemra ime Vetëm dhekja më ndan nga ty Zemra ime Vetëm dhekja më ndan nga ty Kam gjithë jetën që vuaj për ty Ti asnjëherë s'më ke besua Ditë natë mendoj veç për ty Moj tratare pse ma ban me ile Zemra ime Vetëm dhekja më ndan nga ty Zemra ime Vetëm dhekja më ndan nga ty Nice. E lab, a din instrumentet mira pianos, a? Pa tjetër. Jam edhe në fakultetin muzikës
Vitin e dytë kam Ku e i të kry? Në ABO? Në ABO, s'kam shku tash 3 muaj hiç. Po, pa tjetër, vitin e parë kam kryer me një... A je teorik, a instrumental? Fal? Teorik, ja? Po, teorik. Kam kryer shkollën e mesme muzikës. Po, e di, po që kena bisedu. Kam qenë nxënës bukur i mirë, ashtu... Dhe solfeggio e di që i fort. Solfeggio, harmoni, kontrapunkt, njoja instrumentale, harmonia thash, po tani forma muzikore, po, histori muzikës, edhe kështu me radhë, piano, po. Kena obligima të gjana, po, pa tjetër. Lab, të falenderoj shumë që je kon sot, ka kohë që kena folë për me ardhë, po duhet një balot, një balot që ti e ki për shpirti, që ti e kënan kogja shpesh, që ta kërkojmë, për që e do në te. Da e zemra në dy pjesë, pjera gjave tjetra vdes, da lupa me merdu, vështi sot kujt me i besu. Da e zemra në dy pjesë, pjera gjave tjetra vdes, da lupa ko me merdu, vështi sot kujt me i besu. Shtu e qoj me dashuri, njeri tjetri si besojmë. Shtu e qoj me dashuri, njeri tjetri si besojmë. Kjo është vetëm jetra ti, që s'mundejsh me thonë dashnini. Kjo është vetëm jetra ti, që s'mundejsh me thonë dashnini. Da e zemra në dy pjesë, mjera gjave tjetra vdes, dalu pak me mendu, vështi sot kujt me i besu. Da e zemra në dy pjesë, mjera gjave tjetra vdes, dalu pak me mendu, vështi sot kujt me i besu. Bravo, la, pandir shumë. Kënaqësia është e imja. Unë kënaqja sonte, për në me. Na ke kënaq, të kena shëtit na për zhondre. Të ndryshme, po. Edhe dallim për intervistave tjera ma shumë kena knu, se që kena full. Kjo ka rëndësi. Po, edhe në përqëtat këmë thirë edhe u kënaqja sinqerisht. Ti di që në edhe të vlerësoj edhe që i këngëtosh shumë. Mos më gjatë shumë, unë me mëzi kom prit në të vi në emisionin tuaj, sepse e vlerësoj si muzicient, si djal, edhe besoj që ata që kanë qenë në emisionin tuaj, kanë pas vetëm sukses, dhe unë pres që mesazhe kësaj radhe të kemi komentet vetëm pozitive. Faleminderit. Këto pra përfundojmë sonte me Labin, mi mbet që deri në emisionin e radhës me Mosafirin e radhës. Faleminderit shumë.